çfarë shqetësimesh tjera keni pasur këto kohët e fundit? Okej. Po thot? Prit. A, kuptoj. Okej, super. Nuk ka pasur ndonjë shqetësim tjetër, po thot përveç këtij që ka qenë më kryesori dhe i cili i ka shkatruar totalisht këto ditë të bukura të fermës. Ma se ka diçka me thonë? Po, mund të më thoni, po? Luana, ke ndonjë pyetje për gomarin nga atje? Okej. Po, mund na thuash diçka si po të duken këto ditë? Si po të duken tani këto ditë këtu në fermën VIP, këto ditët e fundit, domethënë që u larguan dhe 2 ferme. A mund të flisni ju lutem se po tregoni mungesë They deserve it. Okej, Unë flas anglisht. Udhron, fal? Unë flas anglisht. Wow, gomari po thot që ditë të flasi dhe anglisht të nderuar teleshiku. Me kuptojnë fermerët në ezil, që kanë dalur në ezil. Okej, Gomar, të lutem. Gomar, atëherë Gomari është pak i turpshëm për momentin, sepse ndjen edhe ai që është në një shikueshmëri shumë të lartë. Gomar, të lutem. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Kushini ju jërë që me bani intervist. Cila konduktori jeni? Unë jam Mestre Alushi, edhe kam ardhur këtu për të intervistuar ty. Sot të lutem, mund të më thuash pak ushqimin tënd të preferuar? Birra. Birra? Po, pini ju gjithë birë, ka dhëmë meritë një shishe birë. Atëherë, Gomari Ozi po thot Luana që ju kam parë të gjithë që pini birën Elbar, kështu që dhe ai do donte një birë Elbar. Të pak me bëri një dolli për mua. Unë nuk jam këtu veç për nënën. Po? Nuk jam veç për nënën, në dhe tjetë mund me hipin mund për një gjirë me mua. Okej, e kuptova. Atëherë, sot besoj do kemi dhe njerëz të tjerë që do vinë dhe do të hypin ty, i nderuar Gomar. Meqense ti u ankove në fillim për këmbët që po të vimnin, tani nuk mendoj që nga një shqetësim real, por ti po gënjen. Atë ka të këngën. Ata moja ripa, eta hipa, ma hipa. Që këmë të njëtën të orari. O, zoti madh, pra kjo nuk e di, domethënë është intervista më e bukur që po përjetoj. Gomar, të lutem, mund ta ngrini pak kokën sepse nuk po shoh portretin tuaj. Në cilin plazh do jesh si vjet në verë, se do vi atje. Do vish ti në plazh? Okej, unë do jem në Dhermi këtë vit, po ti ku do jesh? Unë në Djerposhtë. Në çfarë? Në Djerposhtë. Djerposhtë? Po, dhe mbi dhe poshtë, Okej, ku është ky vendi? Besoj është një vend turistik i Virgjër, nga tuneli, nga tuneli. Super. Qa mund ta thoni diçka për sa i përket motit sot dhe nesër? Të regu brava kushi. Të regu brava. Të pasasjetu nga puna. Ozja, mund ta thoni diçka për sa i përket motit sot dhe nesër? Në vendin tonë, në vendin tuj. Po, në vendin tonë. Jam Gomari, në koptoj nga motin. Po, se ti mbaj si zgjuar, prandaj të bëra këtë pyetjen, se ty mund të pyetësh gjithçka. Ti më keni zgjuar ti kësi lëna, ti më të kanë rrën vendin e punës. Djalit lutem, do e ngresh pak kokën? Ngri pak kokën të lutem. Djali se po më prish intervistën. Ço pak se kam detyrë nga Ma afro mikrofonin, mos e më tregoj orën. A gëmbran, unë tash flas. Flas sa dushi. Pyetja ime ishte cili është fermieri që të ka shqetësuar më së shumti këtu në me vi, atë disa ka nikur. Ylli, po thot, Ylli është ai që vjen këtu dhe bën videoklipe, por ai mendon se ju mendoni, thot se ne po bëjmë punë, pra Ylli po bën punë, por vjen këtu thot që tu kemi vetëm intervista dhe vetëm i drejtojnë kamerës për të parë publikun se çfarë po bën ai, po jo për punën e vërtet. Një pyetje tjetër nga studio kemi? Po aca lule gjelozie.
Sa lule gjelozie. Ti Gomar, me sa duket që po hak të lulet e gjelozis, ti qënë ke dashuruar me. Dashuruar, me kë jetë ti dashuruar. Me ka ik dashnoria. Me ka ik dashnoria, me ka ik dashnoria. Qënë ke i lënduar. Atëhere, mund të më thoni me kë je i dashuruar? Kush është fermeri që ti e dashuron me shpirt këtu brenda? Para disa ditës e kam të heqë dashnuar disa qindra metra. Ajo nuk është më me stuaj, por... Ajo është Alba! Yes! Ajde. Ajde shtu. Jo, Sana. Si bëgë, na. Dhe t'ja bari, prit si albari, prit. Prit. Ja, tani do shkoj të marrë. Ja. Nuk të bën gjë po ta afrohet. Duke ti ka që pate, senosin. Eram? Ester në plevit. E hape Ylli! E pa ma e me në burë, se po presujnë. Da. Okej. Ku janë ato i pash një kazmat, skalistirat? Ku i pash veglas? Cilat vegla? E punës, pra shitjes. Prashitje si ki mrana aty, Ku? që aty në kratë të majtë.
Po vloni qumshin. Kullojni dhe vloni qumshin, se ko se za unë. Se kam që punkte jashtë. O, zemra, kam detyrë nga i madhi. Në rregull, po them ty. Do kosisësh këtë barin nga barbekuja deri këtu. Po, barin brapa. Barbekuja. A di qa është barbekuja? Ja, se s'këm bo kur. Ha, pra fol, konfirmot paktën. A ka me kusit kejt barin a vetëm rrugën? Rrugën. Po, mundohu ta bësh sa më shumë. Okej? Mbaro ty dhe hajde shpejt. E kryva une, tu ardhjem. Hajde, het. Misuan tani. Miu pacim, tani u shej bebat. Miu pacim. Letë qik për dhita, ato në gardin. Ato në gardin për kështu. Mak. Mak. Nuk e din nga hapet dera e nga të rënë 2-3 hera. Përshëndetje. Tu në fermën ka zbardhët pranë vera. Atëherë ju drejtojmë drejt fermës. Shpresojmë se na presin fjalëmira se ka lutë. Që bëj një pyetje kryetar. Ja. Pse janë kaq të vrarë fermerët? Nuk janë të vrarë, të duken ty nga BBC-a, tu në Shqipëria jemi shumë të lumtur, sidomos ato që ishin fakir disa herë, jemi nga partia fakirit, e cila ka të rënfuar. Se duken gjithë të vrëjtur, pse nuk thot një mirë mëngjes? Sepse është tjeta, sepse zimi ja zgjojnë, ja heqin dyshekun për para, pas e zgjojnë. Atë tashi pa frikë fare, Ka problem që kemi frikë. Ja dhe dërkucat. Po ta hapim këto, kanë dëshirë të emigrojnë jashtë haurit, besoj. Mund ta mbash që këtu. Mund ta mbaj që këtu? Po. Ku është? Ja, shiko këtu. Vala. Mikroorganizma që në dhatë për mikrofon. E në lash në dorën tuaj, por mund të përdori... Mund të shkojmë, ta marim. Se dëshiron. Por mund të mbajmë diçka tjetër. Kemi zorën. Ja, kemi ta bim mikrofon. Kemi një alamet zorë. Ta sjell për 35 sekonda. 35 sekonda. Për shëndetje i dashur derë. E dashur dos. Të shikoj të lumtur. Prarin e ri të fermës me zotin Refik. Po.
pata qafë gjata, brënda në liqen. Këto i që liqeni janë këto mërë, këto janë në mender. Ja. Kokën ullim poshtë, pishtin lartë ngrejnë. Nuk ke pun me patat dhe roshat, sepse ato janë dy këmbor me këmbët, dy këmbshat janë njerëzore. Fermës, hynë në familje shpendve, ti ke 4 thunë rak qift. Do ishte mirë të dukesh edhe unë pak bukur këshu me... Atëherë të shikojmë pozicionin e... Me sa shikoj... Oke, shumë bukur. Jo, bukur është atje, po dolja i që ti bëj unë, pastaj, apo... Jam unë. Unë do flasë me atë që të mos levizi. Ti mos ishti frikën. Okej, më vjen mirë. Dhe shumë e qetë, yes. Më vjen mirë. Kaloni juve i parit, ju haj juve njerë, me që është njeriu juaj. Po do ri i dyti. Po ti mund të rish i dyti, unë mund të ri i parë. Po do left. Futuni left, esë dhe pak, tu. Po. Mirë më gjesë. Atere për shëndetje të gjithve, të dashur telespektator nga televizioni jonë Verdhi, Ferma, Fakiri, jemi në intervistu me Dosën, një nga votueset e kryetarit të ri të Fermës, dhe kemi ardhur thjesht ta qekojmë, pra të verifikojmë nëse kryetari i Fermës, zoti Refik, i ka mbajtur premtimet edhe në gjatë fushatës. Faleminderit. Atëre, pavarësisht se nuk ja u dim emrin, zonja Dos, deshëm të dinim si e ndjeni veten me kryetarin e ri të Fermës. Ja, Ashtu. Vërtet ndjeni shumë mirë. Kjo lexohet sigurisht në sy tuaj. Po na thoni diçka të pambaruar, të panisur. A ka ndonjë mashtrim? Quhen Mamacita. Kam 3 klusha si drita. Po. Njëri është më që kalar, se s'kam dallim racial. Më vjen mirë. Desha t'ju pyes, çfarë zhvillimesh kulturore keni këtu në fermën tuaj? Se pas e ty shëmbullore dhe shife me syrin tuaj. Vërtet, na gëzon kjo pjesë. Po në lidhje me premtimet që dha kryetari në raport me shimin e derkucave, si shpjegohet? I kemi shpëndar në një këmbatot të tjerë, sepse kështu është kjo jeta jonë shumë e ndjerë. Ja, të nderuar telespektator, ja ku e zbuluam dhe një nga gënjeshtrat e mëdhaja të kryetarit të Fermës, zotit Refik. Nuk është gënjeshtër, unë kam aktivizuar vetëm 3 gjirë, që ato gjithë ditën të rinë duke pi. E kuptuam. Pra, si që thash, si duket qartë edhe kryetari gënjeshtrat e ti, përveç se... Janë kondërshar, janë humbësit. Dosa do t'japi 12 derkuc. Kjo është... Ka dhënë 12 dhe 9 i ka ngrënë për vete në darkën e promovimit të qeverisë. Kjo është mendimi të pakëndashëve opozitës, se ti gjithë mund të kanë përshlimet që të humbin. 100 mëndate. A ku bravo. Faleminderit, okej, besoj e kuptuam. Tash i deshem dhe një pyetje. A votuat me qef apo me dhunë? Ishe bëhet e lirë, nuk bëhet votat. Këtë praku, nuk bërë me hile, se s'bërë me hile, e nesë ndakit qift. Do me thënë, si që shikoni pra, kanë votuar, do me thënë nuk e din fare që kanë votuar, me gjithatë ne dëshirojmë të nxjerrim në pa edhe njerë mashtrimin e radhës të kryetarit të Fermës, mashtrimin e ri, i cili i premtoi fermerëve 12 derkuc dhe ndërkohë këtu janë vetëm 3. 9 të tjerë kanë emigruar ose janë ngrënë në darkën e promovimit të tij si kryetar me njerë pas zgjedhjeve. A mendoni që kjo është e drejtë, zonja Dos?
E qafur, ka që për fillim e telefon. Ti nuk more një pas të qeveria edhe që si je bërë që për knaqe. Je e bërë shkall. Je bërë shkall. Të shekhi. Faleminderit, e kuptojmë që jemi buk shkall dhe kështu do vazhdojmë të jemi derisa kohë të na qeverisi zoti Refik. E do të ke qumshni, ik tash i mbushu që këto. Ik! Shikojmë që juve si dos, do me thënë, e keni shumë për zemër të flini gjumë. Ja, unë po A është kjo një nga politikat kryesore të kryetarit tuaj të fermës zotit Refik? Mu i fle, hasmis fle, ka thënë. Ku di unë kush? Edhe njerë, ju lutem për pjesën tjetër të popullsisë së kafshëve që flasin në dialekt të ndryshëm. Që më mund të ashtë të vetë, që më bafa mua që e nuk hajtë, o të që e mikrofon, ma e për vete ti. Po ky është mikrofoni i liris, pra ndiuni të lirë, si që shikoni, dosat dhe derkucët janë të mbyllur këtu, në këtë kolibe, do thosha. Janë të keq trajtuar në mizorin e pushtetit të kryetarit Refik, i cili i mashtroi fermerët dhe i ka shtrirë dosat në për këto haure, me këtë pislëk, me këtë qelpsir lëk të korrupsionuar deri në palc. Apo e kam gabim, zonja Dos? Ti shiko mjedisin ku ti bënde me këtë flekë, di krevate, di ku je. Ti shif të ato fjarë që thua, ose shiko më mirë breskat e tua. Okej? Faleminderit shumë. Ju jemi shumë mirënjohës për kohën që na dhatë, edhe gjatë kohës që po ushqeni. Shpresojmë që në intervistën tjetër, kur të vim t'i gjejmë përsëri këta 3 dërkuc, sepse me babzin që ka partia e fakirit, si fakir të përjetshëm, sigurisht që ne kemi frikë se as këto 3 dërkuca nuk do t'i gjejmë një ditë. Dhe për këtë, sigurisht, do të bëjmë fajtor dhe do të çojmë përpara drejtësisë të gjithë qeverin e kryetarit zotit Refik, një kryetar i korruptuar, i cili e ka shfrytzuar postin e tij për të bërë masazhe për qefet e tij. Madje kemi informacione se do të zhvillojë dhe një operacion mbi ruajtjen e sqetullave. Megjithatë, këtë do t'ja lëm kohës dhe do ta shikojmë në ditët në vazhdim. Për Radio Verdhi Ziu Fakiri, nga unë Ik mor intervistues me të meta, ju vini nga uji, luca dhe këneta. Faleminderit shumë, si që shikoni, neve ju ofruam një gjë të veçantë, një derë kaq të zgjuar, me të shprehi intelektualësh dhe me gjithë këtë sharm. E dashur Dos, faleminderit, të uroj një ditë të mbarë, edhe sa më shumë cica për të ushqyer derkucat e tu. Miru pafshim. Faleminderit. Shumë bërë. Këtë ta edhim, zoti kryetar? Këtë ta edhim, apo të mbajmë? Ma i duhet në tretë. Në duhet për në herë tjetër. Shumë mbajmë. Me anduajnë që bëjmë mastide. Atë që ka bo me qifteli, një pullat. Dhitë dashura. E bo me mëron për 20 minuta. Edhe vargjet edhe muzikin. Bravo. Edhe... Hello, good morning. Hajde me... Mirë mëngjes në zënës të dashur. Mësë ripak shu. Ika. Dini nga mjedisit Jo, tona. po unë isha duke... Pa pra intervistuar, mjafton. Ajo vajza aty shumë interesante Ka më punë duke të që ka gomarin zakonshme, nga po brapa. më lure dele. Wow, qëfar vajze. Ajo është emigrante nga Norvegjia? Jo, Nga Suedia, besoj. Česko-Nakalia. Ao, Vajza jam i thote, e madhja thote, Čekoslovakis, Česko-Nakali. Lodja.
I laga edhe domatet Dardana. edhe kastravecat, si më thek, nga e majta. Domatet, me fjallë nga e djata. Ande nga është bërë vija, po. Unë erdha prej fundit, prandaj më takoj te e majta ime. Maroj vaditja. Po. Më edhe ruan dhe intervistat. Tash, a vazhdojmë tu? Jo, ma. Me vadit. Okej, të rriqe zorën. Bjeri këshuja, vadita toti. Qep, speca, qep. Këto. Pa që e prej larkë, shu. Këto. Jo prej lartë, jo se ja thyn gjethen. Aty në qepve? No. Po, edhe salatët. Kështu më kështu le. Qep, la se kanë zjerë kokën. Ose do t'ja bëj me vi, Dale aty në mes e t'ja bije me skalistirë, kështu. Perché no? Qa ban ti aty? Që? Të spangos, apo ke marrë ti? Topin e spangos. Me det. E ka marrë kjo? Që është këtë dronë? Jo. Po kor barrin aji andi. Dykosh. Jo, ato po vaditen. Atë qep, ato të voglat. Këto janë të vadit. Je? Po vaditen me vi ato. Po me si po vadit dhe ndarë. Ha? Se s'vjen ujde i tu. Banja 2 orë marë. Po pra, po ngopet toka. Nese do t'ke shi. Vetëm, jo. Vetëm ato të voglat. Po jo si për gjethes. U lodha. Kanë dalë atë qepë, akoma. Ca po? Veçëm, kam pa detat, 1, 2, 3.
Kanë dalë ca. Kanë dalë sa, po, gjitha. Nështë të vonojnë që ka da një fje ujë toka. Po pikërisht. Po prandaj nuk vadit e të ashuaj, a do ngopur atje. Sa ashtu e përvlonat, e djeg. Do ngopur. Atje po dalë kona tjetër. Jo, po ti vazhdo këto treja që ke këtu. Cilat? Shife, kastraves tu, kastraves atje, kjo është e qepës, salatën ngopi me ujë. Ku ka qepë? Po është mill kokër pra. Ma gjej një kalli. Jo, se dalë, ja ku ke. Ja ku ke. Një dy. Ja ku ke. Pa? Ja tjetra t'i pare. Ja ku është tjetra t'i pare. Ja tjetra t'i pare. Këto i vadis unë, Riku. Këto, të mlajet, i vadis unë, vetëm ato të vogël. Zjarë këto. Po ja qëllë shpe lakë shu. Po këta me pesticide? S'ka me ajo. Do vi tjetra për mushkonjën e zezë, për insektin e zi. Ajo s'ka me ajo. Kur në vi tjetra do përgatitet edhe do s'përkatet gjithë specit tërë. Domatja, salata, spinaci, qepa, për insektin. Ata latë hapat, Po, lere hap, lere. Le se i rregulloj unë. A shumë e gjatë, ka shkon dhe në fund. Jo, s'ka gjë. Se i rregulloj unë të shjetë. Ajo tjetra? Po, dhe ajo. Mazite? Po. Afternoon? Jo me vadis dhe të shqie unë të marrë me këta, do lidhi, do ngull hujnë, të marrë, të vadit. E kupton ku delë rruga? Ja. Delë aty rruga. Se ashtu si kam bjella ta me detë të zotë, po. Ja, ato do të më hi me dronë. Këtu, kalon këtu, me gjata. Ja. E këte e Po ti ishte në yshte do të më hi me dronë. Po, jo, kështu. Andueli me barkë për shembull jo. Se i thënë. Si ka dalë kjo. Hajtë mo, edhe kaq mirë. Shumë jeshtë. Ta shi më do një dy. Po këte s'kanë bi të dyja, kështu që si i vukë. Ja, aty si kanë vunë. Se s'ka.
Unë po shkoj me mbledh ca lule. A? Po shkoj me mbledh ca lule. Po. A di që janë lulet? Ne qikore gjona kësu. A di që janë lulet? Ha. Bajnë. Aha. S'ma priti mende se s'ka këtu. Iken nga stallat? Po. Dhe mballat? Ikën. A kupton çfarë punit është? Ata edhe aq sa kanë dhejt. A kupton çfarë punit është? Kush? Punat e stallat. Aq është kot. Kot? Faleu Zot se s'din se çfarë bojnë. Ha? Faleu Zot se nuk din se çfarë bojnë. Falë. Ata thëmë dhe unë. Me si mu këtu i tonë, këto më doni dorë me vu kalamët? Po më plasë, ma. Këte i vinë rrinë thënë për cepa, jo për pse bën këte... Hajde, drejq, hec. Futur shiko qa bërë. Eksperiencë. Kush është eksperienca këtu që po Edhe kalë? lisha djetë e stalla. Kush është eksperienca, re? Tu pi duhane, kafe, birra. Me bo zakonin Pa, që jo, din. ma shoku im, se eksperiencë s'po shion njëri këtu. A erdha unë dje, kisha detyrë Po, marrë jo, ndje? shoku dashur, s'merrën me punë, bëhe vetë, kapu. A kisha detyrë marrë ndje? Jo, Si pa punë? të qeth, a je për eksperiencë? Pa më bo? E pra? Pashë dhe një mova. 10 minuta, bëll, i reshkallema. Unë pashë dhe një mova. Barin. Lash një Qyfe. inventime fizike, se jo. Ja. Yes. Mazite e bojnë. Barin. Si? Mazite e bojnë. Du të me zjerë për jashta, Elinara, edhe me lidha atje. Elinara, zjerë për jashta krejt e lidha atje, se ka mërë terren. Atje. Në gjoni ku? E ka O, Elinara, te ija, te pema atje. E ka kablin blu atje. E ka kablin blu atje, pas Me shif. kuptu. Bari është për të hequr. Pse mos Pa. me ardhë? Pa, fije. Për E veten ka e kanë. kablin blu aty. Pash. Për veten e kanë. Po, ore, unë di, e kupton? Unë di. Po, thjesht që jemi... Pse jo atë që di ta shikojnë tërë, po... Ata që thonë ka marrë për eksperiencë, ku janë? Eksperienca syve tyre. Ty të lumë shidur të mëse qaj kokën që Ore, thonë fare tjerë. hiqe, si jam pishman për azia, nesër me dalë, qa kam pas mundësi me i tregu publikut? Nese e ka mune Andueli me dalë. Jo, e mërë, ja, i pa jarë, ja, ti. pse- Ku e pe këtë endër ti të fakiri? Po pse jore? Po jo, më shumë. Këta që vinë për të lyrë në gjyrë. Qa lidhje ke ti një?